Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Shokon Zhaku, i hipën sipër Ilirit, ja si reagoi banori. Një tjetër situatë e tensionuar ka ndodhur në ambientet e jashtme të fermës, pikërisht pranë çadrës ku po vuan dënimin Ilir Shaqiri. Në pamjet e pak minutave më parë, Zhaku i është afruar balerinit ndërsa ai ishte i shtrirë, duke hipur për një çast mbi të, gjë që ka sjell irritimin e menjëhershëm të tij. Iliri ka reaguar i bezdisur nga ky veprim dhe e ka shtyrë menjëherë Zhakun me duar. Situata ka degraduar më tej pasi Zhaku është larguar duke u kthyer në një shkëmbim ofendimesh në distancë mes të dyve. Kjo përplasje tregon se masa disiplinore nuk i kanë zbutur tonet e ashpra mes banorëve.